Sultan Mehmeti, kur e mori vesh që ushtarët ishin dërmuar së bashku me kapedanin Sheremetin, i ndezur nga një zemërim e tërbim edhe më i madh, nisi kundër Skënderbeut, bashkë me 15.000 kalorës dhe 3.000 këmbësor, një kapedan tjetër, Ballaban Baderi. Ishte një burr jo më pak trim e luftarak, se sa dhelpër dhe i rahur në punët e luftës. Burr që kishte bërë trimërit të shumta në Mehmetin. Kur e pushtuan qytetin e Konstantinopolis, ju ngjiti i pari në muret e saj dhe hyri i pari brenda. Për këtë Mehmeti i ngriti në gradën e kapedanit nga fare i ulët që ishte. Ballabani, me origjinë nga Epiri, ishte nga një derë dhe nga prindër të panjohur, të cilët i ishin shtuar Gjon Kastriotit, babait të vet Skënderbeut. Kur ishte fëmijë, fare i vogël, ai u zu nga turqit dhe u mor rob. Nga shtati ishte i shkurtër dhe i pakët, por nga mendja i mpret fort dhe i zoti për çdo gjë. Me një zemër të madhe dhe të patrembur, e me një trup të fortë dhe të patundur si lisi, i gatshëm për gjithçka, i dhënë shumë dhe me zjarr pas luftësh, ashtu si shkruan Homeri për Tideun, për të cilin thotë se ka qenë i pak nga trupi për luftëtar shumë i madh. Si arriti më parë pranë qytetit të Aktërisë dhe kufive të Maqedonisë, dhe si kaloi pastaj në inspektimin në ushtrim. Ky dërgoi fshehurat i Skënderbeut, po ta bërë për vete, siç dëshirojnë disa, peshqeshe dhe dhurata shumë të mëdha, me qëllim që për rast se do të zihej rob nga Skënderbeu, pasi t'i dërmoi ushtria dhe mos zbritej prej tij. Por siç e tregoi qartë, pas pak vetë puna, është për t'u besuar më tepër, se ai nuk e bëri këtë, veç me një mënyrë të pasinqertë dhe mashtrorëse. Ai u përpoq me gjithë fuqitë e veta dhe tërë dhelpërinë dhe zgjuarsinë e vet. Do dërmonte Skënderben, po Skënderbeu, të cilit nuk i shpëtonin kurthet, dredhitë dhe dhelpëritë barbare, ja ktheu prapë miqësinë, dhuratat dhe peshqeshet, dhe i dërgoi përkundrazi një shat, një plur, një drapër dhe vegla të tjera bujqësore, duke këshilluar që të ishte dorë nga punët e luftës. Se halli për to ishte më i madh se shtati i tij, dhe të merri me punët e fushës e të arave sipas zakonit të tetit dhe të parëve të tij, të cilët e kishin gjithmonë për nder jetën e zakonshme fshatare. Ballabanin, cilin e preku dhe dogji shumë rënd kjo gjë, u xhindose u bë flak nga inati kundër Skënderbeut, dhe u vetua që të shpaguaj plotësisht për këtë turp, do t'i jepej koha dhe rasti i volitshëm. Ai vendosi që ta sulmonte Skënderben natën, fshehurazi dhe pa ndehur, prandaj edhe ngriti kampin dhe u nis kundër tij, po Skënderbeu, lajmëruar nga rrugët e veta të zbulit, doli menjëherë përpara. Ballabani, kur e mori vesh këtë, urdhëroi ushtrin që të qëndronte dhe të mos bënte këmbë përpara, duke zënë vend 2 miliardë, po thuaj nga kampi i Skënderbeut. Në ushtrinë e Skënderbeut ishte vetëm 4.000 kalorës dhe 1.500 këmbësor. Jo sepse s'kishte që të mblidhte, po të donte forca më të mëdha dhe një numër më të madh ushtarësh, por sepse kishte zgjedhur gjithë veteranët dhe lulen e rinisë, në trimërinë e të cilëve kishte shumë besim, dhe sepse mendonte se ishte më mirë që t'i kthente të gjithë të pasur, siç e kishte zakon të thoshte ai. Pabi i dëgjuar se sa ta bënte luftën më shumë ushtar. Përveç kësaj, ai thoshte zakonisht, kapetani apo komandanti, që nuk di ta thujë armikun me 8.000 ushtar ose me 12.000 ushtar. Ai s'ka se si t'i arrijë me asnjë forcë, në mënyrë fitores dhe forca shumë më të mëdha, sepse pohonte moria e forcave dhe mizëria e ushtarëve. Kanë qenë më të shumt e herës shkak rëmujë dhe pengesë përfitore. Ballabani kishte 15.000 kalorës dhe 3.000 këmbësor. Kampi i Skënderbegasve ishte në një luginë të këndshme,
dhe të hapët që zgjati përpara dhe që e kishte emrin Vajkal. Përkundrazi, Ballabani i kishte ngulur çadrat nga ana tjetër e luginës, pra një mali, cili jepte fund Vajkalit, dhe ndër të cilin kalohej përmes grykash e ngushticash. Ato gryka dhe mali vet i kishin në dorë barbarët. Ata kishin ngritur atje kurthe me qëllim që, në rast se pas betejës Skënderbegasi dalin fitimtar, të mund të shpartalloheshin ose të vriteshin prej tyre që ruanin në prit, por do të kalonin që andej për të plaçkitur kampin. Por Skënderbeu, i cili e kishte ngjitur kampin në anën tjetër të luginës, vendosi të luante sa ndemi dhe të zinte me kohë një kodrin apo suk që ngrihej prapa tij, sepse atje e mund të qëndronte më i sigurt dhe më me lehtësi. Për këtë, ai u foli ushtarëve. Bashkëpunëtar të mi, kam të dhëna të sigurta se armiqt kam për qëllim që të na ndërzejnë sot për betejë. Por përpara se të vinë, ne le ta luajmë kampin që këndej dhe le të zëmë të parët kodrinën që është përballë nesh, me qëllim që të mund të jemi më të sigurt. Por kini mendjen, sepse armiku, kur të na shohë se po largohemi që këndej, do kujtoj se ne me që jemi më të pak në nuk. Po u ambathim, prandaj do të na sulmojnë me një herë. Por ju o burra kryetrima, qëndroni me trimëri, sulmit të tyre, ktheuni kundër tyre. Lëshoni me vrull e pa frikë mbi ta, kalluni të merin dhe jepuni arat. Unë s'kam dyshim as pak se ne do t'i dërmojmë ata me një herë. Por ruani një ushtar të mi, trima, fort e të pashoqë. Ruani ju lutem, që kur këta të kjenë marrë aratin, dhe ju të ndiqni duke i grirë e bërë copas, të mos futeni me asnjë mënyrë në ato gryka e bigat të Vajkalës, të mos bëni këmbë më tutje, sepse atje jam fshehur pritat e barbarëve. Unë e di o ushtarët e mi, por të dashur, e di, them mendjen e barbarëve, i di manevrat dhe dredhit, me të cilat merret me të madhe kjo farë race njerëzish. Ato gryka ngushtica që shikoni, ushtarët e mi të pashoq, janë plot me luftëtarë, po na presin në prit, po hyt atje. S'ka dyshim se do të mbetet asnjë gjallë. Mjaftohuni me fitoren, duke i ndjekur gjertë e grykat. Pasi tha këto fjalë, Skënderbeu, këshillat e të cilët i priti me gëzim shumë të madh, gjithë ushtria, dërgoi më parë disa kalorës të shpejtë për të zënë me kohë kodrinën që kishin caktuar për kampin e vet. Pastaj, nis vetë me ushtrinë në drejtim të kodrinës. Barbari i cili e vuri re këtë gjë, dhe pandeu se Skënderbegasi u merrni në aratin, u lëshua me vrull mbi ta, duke hyrë në vetë luginën me ushtri të shregut dhe me vrap të shfrenuar. Por ushtarët Skënderbegas, mbushur me guxim të zëmër, nuk u trembën as nga klithma, as nga sulmi i barbarëve. Por pasi i kthyen radhët dhe flamujt e vet kundër tyre, dhe duke i qëndruar me gjithë forca sulmit të barbarit, ja filluan një betejë shumë të reptë me të. Përleshja ishte e pazakonshme, përdia nga të dy palët e madhe. Fitoria e dyshimt, duke u lëkundur për një kohë të gjatë. Përqendresa dhe këmbërgulja e ushtarëve Skënderbegas ishte aq e madhe, që duke qenë se edhe barbarët erdhën e u dhodhën, siç thamë, në betejë së shtregut e rëmuj. Ja arritën padyshim fitores mbi kundërshtarët, të cilët të shpërndar dhe të shpartalluar nga Skënderbegasi u shtyn gjerë në ngushticat dhe bigat e Vajkalës. Por 8 burra luftëtar shumë trima nga Skënderbegasi, çdo njëri prej të cilëve mund të numërohej sigurisht ndër kapetanët dhe komandantët më të mirë, rrëmbyer nga furia e Marsit dhe vrulli i luftës, shkuan më tutje nga çduaj dhe duke haruar porositë e prjesit. Prej dëshirës për të sulmuar e ndjekur, tërhoqën për nga vendi i posive dhe u futën mu brenda grykave. Këto gryka, jo më ndoshta të përmendura, për gjakun e Buriot, sesa ato ka u dinet për kërdin romak. Atje, si shua kishtë thënë atyre që më parë Skënderbeu,
profeti pagabuar. Ishin pritat e barbarëve. Ati ata luftuan për një kohë të gjatë. Pastaj, pasi dolën dhe ikën nga grykat e ngushticat, arritën në kampin e barbarëve, ku ndeshën gjithashtu me armikun. Ca ndemi, shkuan më në fund në malin që ishte sipër barbarëve, si uran gjithashtu në prit. Dhe kështu të lodhur të raskapitur dhe të dërmuar, pas shumë goditjesh, ta u kapën të gjallë nga barbarët. Për lartësinë e tyre të shpirtit dhe për fuqinë e tyre të trupit, ata nuk mund të lihen kur pa u zënë në grujë. Po do të doja të përmendja trimërit e tyre fort të ndritura dhe të pashoqe, dhe gjithçka kanë bërë me lavdi për fenë e krishterë. Do të kalojë sigurisht në një histori shumë të gjatë. Por le të përmendim vetëm emrat e tyre. Ndër të parët që u hodh kështu në sulm, ishte ai Mojsiu, i dëgjuar i Dibrës. Më i dashuri dhe më besnik për Skënderbeu. I kishte besuar komandën e përgjithshme të ushtrisë. Pastaj vinin Gjuriç Gladeni, cili ishte në lidhje gjaku me Skënderbeun, Muzaka i Angelinës, një prej motrave të Skënderbeut, Gjin Muzaka, Gjon Perlati, Nikol Berisha, Gjergj Kuka dhe Gjin Maneshi, të cilët me vdekjen e tyre e bën arbërin më të përlotur se ndonjëherë më parë, sepse si të gjithë shquheshin shumë si për fuqinë e trupit, si për forcën e shpirtit dhe për dijen ushtarake. Veç kësaj, ta ishin aq të tmerrshëm dhe u ashtinin aq shumë dritmën barbarëve, saqë kur prijesit të Toman, i vajti lajmi se i kishin kapur, se po ja shpinin, thonë se Mehmeti tha këto fjalë. Tani e pranoj me të vërtet, tani e kam të sigurt që Skënderbeu është përmbysur. Fuqitë e tij janë tmerruar e dërmuar, e tërmëria dhe guximi i tij janë fluturuar. Tani, kur vetëm Ballabani, nga gjithë kapedanët dhe komandantët e mi që kanë qenë para tij, djali im dhe biri im, trimi i luftës, dita mund të ta thyej atë për të cilit janë roboruar ose vrarë sa e sa kapedan dhe komandant tanë, kryetrima, të mundur në luftë dhe në betejë. Pastaj ai, pasi e la, dhe si duhej Ballabanin, i dërgoi Arja Argjend bashkë me dhurata dhe peshqeshje të tjera të shumta, duke porositur që të përtërinte dhe të plotësonte ushtrinë dhe të vazhdonte luftën kundër Skënderbeut. Për Skënderbeu, cilin e kishte zënë një hall i madh, shumë i madh, për ushtarët e vet që ishin kapur nga Ballabani dhe ishin dërguar të lidhur për tek Mehmeti. I dërgoi me një herë Otomanit, lajmëtarin me një letër, dhe kërkuar kërkuar që t'i blinte me arë ushtarët e tij, të kapur nga Ballabani në betejë, ose t'i ndronte me robër. Mehmeti nuk deshi as t'i dorëzonte me arë, as t'i ndëronte me robër. Por pasi nuk la mizëri e turp pa bërë kundër tyre, urdhëroi sipas zakonit të tij që të rjepeshin të gjithë. Nga shëmtimi i këtij dënimi, turpi të krishterëve i gjerë diku më i madh. Vdekjen e tyre vajtoi me të madhe gjithë ushtria, duke mos e vazhduar fitoren kundër Ballabanit, cili u gëzua shumë nga kjo humbje e burrave. Në këtë mënyrë, pikëllimi për shokët e vrarë, për të cilët qanë dhe vajtuan të gjithë, që më i madh se gëzimi për armiqtë e shpartalluar. Zin nuk e mbajti vetëm rreth i tyre, por të gjithë. Një pjesë e madhe doroi dhe petkat e shumë vdekatare, lanë edhe flokët e mjekër. Vetë Skënderbeu u godit nga një pikëllim i madh për mungesën dhe zhdukjen e tyre.